Administrata e presidentit Donald Trump ka urdhëruar Agjencinë e Migracionit dhe Doganave ICE që të pezullojnë përkohësisht shumicën e ndalimeve të automjeteve pas 2 incidenteve fatale brenda një jave që kanë shkaktuar reagime të forta publike. Vendimi u mor pasi një agent i ICE qelloi për vdekje një drejtues automjeti kolumbian në shtetin e Maine vetëm pak ditë pasi një tjetër vrasje gjatë një operacioni në Houston. Ndërkohë në Florida u regjistrua dhe një viktime tretë ku një 28 vjeçar humbi jetën pasi u godit nga një kamion gjatë tentativës për t'u larguar nga autoritetet federale. Sipas burimeve pranë administratës, pezullimi nuk përfshin rastet ku zbatohen urdhra arresti penal ose operacione të përpashta me agjenci të tjera zbatimit të ligjit. Ngjarjet kanë nxitur protesta të shumta, veçanërisht në Maine, ku qindra qytetarë dolën në rrugë për të kërkuar hetim të plotë me vdekjen e 26 vjeçarit Johan Sebastian Duran Guerrero. Kritiket e politikave të migracionit argumentojnë se taktikat e përdorura nga ICE janë përgjithënjë më agresive dhe kanë rritur rrezikun e përdorimit të forcës vdekjeprurëse gjatë kontrolleve rutinë. Nga ana tjetër, zyrtarët federal theksojnë se masa është e përkohshme dhe synon rishikim të procedurave operative.